Ky është informacioni i javës, cilën e ka bu Fleriani, nëse është keq, nëse është mirë e kumbohen, e kuptoj. Artani Lazi i Ballkanit në port, Besnik Krasniqi, Adili Leshi Ovuka janë në mbrojtje, Veliu, Dabiqaj Zeqiri dhe Almir Kryziu në mesfush, Jarović dhe Ilievski në reportin sulmues. Bek, në pika trasha sa pajtohesh me këtë informacion? Ose çka Me kishte qenë ndryshuar? se ju keni përzgjedh, atëherë është e drejtë e juja, po zakonisht kur përzgjedhen mbrojtje edhe në sulm, atëherë duhet me pa sa raste ka pas Prishtina e Re, edhe sa raste ka pas Ferizaj me 2 qendrat. Në qoftë se futni mbrojtës këtu në rast Leshi, atëherë duhet të jetë edhe një lojtar i Ferizajt, Sadriu, e kum pas sot, i cili ka qenë, e kjo është ajo paralela, se ti mund, unë respekt për këta, se me qenë se i keni bërë se kam drejtë. Edhe në një dritës alo, se kështë ti alo dritë. Po, mire tha Erdini, Dreni është një lojtar i cili ndoshta edhe më herët se u flit këto dhe për disa lojtarë meritat mas ne i marrin shumë, po mos harrojmë ata të cilët janë edhe të observuar dhe të ngrumbulluar edhe në për grup mosha, se nuk vjen një lojtar vetëm se në ekip prej Kurgjaj. Dreni ka qenë i grumbulluar në për zinxhir të grup moshave të Kthehemi te informacioni. Ku kemi gabu? Te qendra mbrojtje, tash ku kemi gabu? Sipas teje, po thamë. Jo, veç e thash një mendim, në sipas teje, çfarë kishte ndryshuar? Në qoftë se atëherë në qoftë se Adili është lojtar i qendërmbrojtës, atëherë shohmi çfarë impakti ka pas Prishtina e Re që ky ka dalën në sipërfaqe. Kupton? Ashtu e mora unë. Po, e kuptueshme. Kjo në qoftë se zgjedh. A nuk zgjedhen mbrojtësat kur s'pranon gol, a qysh është? A zgjedhen kur pranon më shumë golla dhe me qenë. Kush ka pranuar gola këtu më shumë? Adili s'ka pranuar gol, Gjilani s'ka pranuar. Po sa ka pas Prishtina e Re raste apo ka pas 2-3 raste kanë qenë. Po zot të çmë. Jo, veç ato e mora. E mora si. Te sulmi cilla ke arsyetimi? Jo, okej, në qoftë se shenojnë golla, unë i kum pa jo vetëm te ju, po i kum pa edhe shumë në portale tjera që s'ka shënuar, po ka asistuar 2 herë sot. Po ka edhe lojtarë tjerë të cilët hiç nuk vrehen. Nuk shenojnë, nuk realizojnë, edhe ata janë ndoshta më meritorë për të arritur suksesin. Më meritor. Po. A do të më bazu pak edhe në derbi, në çfarë kundërshtari ka? Me zgjedh. Po, ajo. Ti s'po pajtohesh fare me Janë. Sot e pash pjesën e dytë, ai Jashari i Drenicës ishte ndër lojtarët më të mirë. Granit Jashari. Penaltia, Iqbal. Iqbal. Penaltia bilarët për i konvertimi, për arkimit të jashtëzakonshëm. Iqbali, Erion Sadriu. Haxhi Musa dhani super gol edhe buni lojtë mirë. Po, edhe Dabiqaj ka jep gol, edhe Veliu ka jep gol, edhe Zeqiri ka jep gol. Pse ke bu informacion? Nuk pi kontestomi. S'kesh për këtë që po diskutuar. Nuk pi kontestomi. Ka mujt me shtirë portierin se kishe edhe portierin, po s'ka marrë gol. Se kishe edhe portierin. Po normal, statistika që s'ka marrë gol. Ky Iljazi edhe portieri Gjilani s'kan marrë gol këtë javë. Po që do të ke marrë parasysh kundërshtarin më të fortë. Duke qenë se Prishtinani tash më të fortë. Në letër, për ata kemi vendosur për Iljazin. Këtu besoj që pajtoheni. Po edhe Iljazi edhe ka bu paraqitje të mira, dhe Ballkoni e ka mbrojtjen më të mirë nëse s'ka bëjnë kasë. Sa është një qendërmbrojtës i Ballkonit? Me qenë se ka fitu, pse s'është një qendërmbrojtës i Ballkonit? Që të Leshi për shembull. Se s'ka Batarella. Se s'ka pranuar gol. Jasanica për shembull ka ujtë me qenë. Batarella po. Mirë e bo, super. Jo, këni koment, mos ma borrafsh, se shuap me shumë... Nuk është problemi, po tysh tash i kemë gjithse kush i kemë shih, po jo, sigurisht e keni analizu pak ma në detaje dhe keni vendosur. Do të thotë që është i saktë informacion, apo kupton? Jo, a di si, për shembull, Ilazën këtu në këtë... Çka kishte ndryshu? E kisha ndryshu këtë Adilin me Batarellën. Tjetër? Tjetër, çka kisha ndryshu. Dreni është mirë, e kisha ndryshu një prej mesfushorëve, po tash nuk e di edhe kisha shtit DNA në Ballkonit. Jo, se këta gjithë mesfushorë kanë shënuar gola. Po. Veliu ka shënuar 2 gola, Dabiqaj ka shënuar golin e fitores. Po. Golin e fitores. Dabiqaj e meriton me padyshim. Zeqiri ka shënuar gol, edhe është në vazhdimsi. Po. Kryezi ka shënuar 2 gola.
të mes fush nuk keni çka më Keni mujt me bot Qa e gulla e dytë ma shumë autogulle. Keni mujt me bot Ja, 3-5 është formacionin edhe me shtimë së Ja, autogulle, gulla e dytë është autogull. Ja, tash na kena mujt me bo 2-5 në shur, 2-5. Gulla e dytë e Grezit është autogull. Lorek, bomi sinqert ajo. Ajo është devijim pa dashje. Që i bia Futbol autogull. modern që ajo është autogull. Po sigurisht. Po të ranëzëj. Okej, so bajtojmë me këtë informacion. Jashanica. Se jemi shumë vonë, kemi Adilin fut pak nëse për kësha i trekshëm. këne kom pas rastin e po Adilin edhe të Shkëndia edhe të Gjilani, tash është super lejtor, është shumë vlerë shtume për Gjilanit, e kësha i Leshin, Dëgjën. unë e di që, Nuk jemi të thonë që kur se ja mohon ato qa ka, po jemi të bazu me një fundjavë. një fundjavë, kështu që edhe rëndësia se këtu edhe ka dhe lojtarë tjerë të cilët E meritojnë. është mana i cili nuk ka shënu gol, veç kur e shef sa është produktiv për dritën, nuk mund të mirët nga njerë lojtari. Po, jo, nuk mund të mirët nga njerë lojtari vetëm kur shënon, se mund të epsh një gol, ti është decisiv, po mund për tjeri të mbron disa raste, edhe atëre shomi shpallët lojtari ndeshët, jo, ai nuk mund të shpallët, mund të shpallët dikush tjetër. Shumë ka mes fushorë të cilët kushtimisht Granit Xhaka nuk shënon asnjëherë gol e shoh minutën mesatar sa e ka. E ka për mi 7 gjithmonë. Kështu që nuk duhet të bazohemi shumë kur she jep vetëm te golli. Ky si ka